Çfarë do I kishe thonë? Do t'i thoja Gjergj, na fal. Ose do kishe një orë kohë me pi kafe me një figurë historike shqiptare. Këtë do kishe zgjell dhe çfarë do I kishe thonë? Pa diskutim me Gjergjin. Gjergj Kastrioti është për mua figura e pakrahasueshme, e parritshme. Figura të tilla linden një herë dhe për fatin e keq ne na duan kaluan 5 shekuj dhe se kemi një të tillë. Jo vetëm që do të kisha kënaqësi, po të them të drejtën kam një adhurim për atë figurë që për mua është I parritshëm. Çfarë do I kishe thonë? Që do I kisha thënë? E pa ta thënë një herë, kështu se me humor. Nuk e di ka pas humor Gjergji, po nuk besoj që ai ka qenë njëri I shpatës, jo I humorit. Dhe do t'i thoja Gjergj, na fal. Se nuk dim të orientohemi në rrugën tonë që ti na hape dhe na mbrojte me shpatë dhe me jetën tënde. Për me met pak për të humori. A do kishe përësit kafe turka apo ekspres? Me Skënderbeu. Gjergji ka provuar kafen turke, pra pavarësisht historisë.